Komisioneri për zgjerimin i Bashkimit Evropian Stefan Füle udhëzoi sot autoriteteve në Prishtinë dokumentin e fillimit të studimit të fizibilitetit për përfshirjen e Kosovës në marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Zoti Füle tha se ky studim përfshin sfidat me të cilat do të ndeshet Kosova në procesin e integrimit, përfshirë edhe integrimin e pakicave kombëtare. Në këtë kuadër, ai kërkoi një qasje gjithëpërfshirëse për veriun e banuar me shumicë serbe, ku nuk njihet autoriteti i qeverisë. Më hollësisht nga Prishtina, njofton korespondenti ynë Besim Abazi. Kosova hapi sot studimin e fizibilitetit për përfshirjen e marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Füle udhëzoi autoriteteve të Kosovës dokumentin për fillimin e këtij studimi, Dorëzimi i dokumentit u bën në fillim të punimeve të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian, themeluar nga presidenti i Kosovës Atifeti Jajaga. Zoti Füle tha se kjo është rruga që ka ndjekur të gjitha vendet e rajonit. Ky studim tha ai do të përfshijë të gjitha kriteret që duhet të përmbush Kosova për të përfshirë në marrëveshjen e stabilizim asociimit. Kosova tha ai duhet të përqendrohet në çështjet që janë të një rëndësie të posaçme për këtë studim. I would like to highlight some of them. Trade, public administration reform, do të doja të nënvizoja disa prej tyre, si tregtia, reforma në administratën publike, reforma zgjedhore, sundimi i ligjit dhe integrimi i pakicave. Është më rëndësi të sigurohemi që kjo pasqyron një përparim maksimal dhe kërkon një mbështetje të gjerë publike dhe përkushtim të gjithë spektrit politik, tha zoti Füle, sipas të cilit viti 2012 është një vit i mundësive për Kosovën. Ai tha se gjatë pranverës Kosova do të marrë udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave, ndërkaq që do të përfshihet në procesin e antarësimit në Bankën Evropiane për ndërtim me zhvillim. Presidenti i Kosovës Atifeti Jajaga tha se Kosova dhe populli i saj i përkasin qytetërimit evropian si përcaktim propërndimor i të gjithë qytetarëve pa dallim. Kjo rrugë nuk ka alternativë dhe ne si vend dhe si popull mund dhe duhet të japim kontributin arkitekturës evropiane të kombeve të lira dhe të barabarta. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se ky është një hap i rëndësishëm në rrugtimin e Kosovës dhe të Bashkimit Evropian, duke u zotuar për përmbushjen e të gjitha kritereve të domosdoshme për këtë proces. Dhe nëse dekada e parë e këtij shekulli mund të konsiderohet si periudhë e krijimit të shtetit të Kosovës, kjo dekadë është dekada e urbanizimit dhe integrimit të Kosovës në strukturat euroatlantike. Fillimi i studimit të fizibilitetit u bëj mundur pas marrëveshjes së arritur në fillim të muajit mars ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për përfaqësimin rajonal të Kosovës, që përfshin rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe opinionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Marrëveshja e cila i mundsoi Serbisë të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian u kritikua ashpër në Kosovë, por autoritetet thanë se fqinësia mirë ndërmjet vendeve dhe popujve është parimi i artë i Evropës së Bashkuar dhe një ndër parakushtet kryesore të politikës së integrimit. Për këtë, dialogun që po zhvillohet në Bruksel ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë e kanë mbështetur dhe kanë vlerësuar si teje të dobishëm për dy vendet tona, sepse kjo është jo rruga më e mirë, por rruga e vetme që ne t'i normalizojmë marrëdhëniet mes vete. Zoti Füle tha se Prishtina duhet të hartojë një strategji gjithëpërfshirëse për vlerën e Kosovës, por çështja nëse kjo do të jetë temë e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk përcaktohet nga Bashkimi Evropian. It is up to Pristina and Belgrade. You are setting the agenda of the dialogue. Kjo u takon Prishtinës dhe Beogradit. Ju e përcaktoni rendin e ditës së bisedimeve dhe asune askush nga Brukseli nuk do të vijë të përcaktojë rendin e ditës, tha zoti Füle, duke nënvizuar ndërkaq se Serbisë ia vën kushte për rrugën e saj drejt integrimeve evropiane. And it referred to a further normalization with Kosovo. Kjo ka të bëjë me normalizimin e mëtejmë të marrëdhënieve me Kosovën, madje ne kemi shkuar edhe më tej duke nënvizuar zbatimin e marrëveshjeve të arritura, ndërsa ka edhe elemente të tjera përfshirë edhe zgjidhjen e çështjes së strukturave paralele në veri, tha zoti Füle. Autoritetet në Kosovë vlerësojnë se studimi i fizibilitetit që filloi sot pritet të përfundojë deri në tetor të këtij viti dhe me këtë i hapet rruga e fillimit të marrëveshjes për stabilizimin të asociimit të Kosovës me Bashkimin Evropian, që është parakusht para se ajo të kërkojë statusin e vendit kandidat për antarësim. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.